Historia e Rozana Radit prek dhe shpërthen në lot personazhet publik, jashtë çfarë shkruajnë ata që e njohin, por edhe të tjerë. Rozana Radi në linjën e saj jetësore në Big Brother përloti jo vetëm banorët brenda shtëpisë, por edhe personazhe të shumë VIP jashtë shtëpisë. Ata kanë shprehur përkrahjen duke thënë se është një femër e fortë, teksa si fillim reagoi Beatrix Ramosaj ku shkruante: Rozana, ti je një ndër shpirtrat më të fortë që unë njoh. Jeta nuk ka qenë e lehtë me ty, por dashuria që ti mban si dhe fortësia që mban brenda janë për te çdo niveli. Ti meriton të jesh më e lumtura në botë dhe shpresoj që jeta të jap ty dashurinë që meriton. Të dua shumë. Ishin fjalët e Beatrixës, teksa gazetari Kliton Zeqira i shkruan: Rozana, çfarë historie më prekesonte. Prandaj njerëzit vlerësoni prindrit dhe jepuni atyre dashuri. Jeta është e shkurtër, dashuria shërimi gjithçkaje. Arsida Çepja ka shkruar: Rozi mi Rozi, se do qaja dhe për ty s'më shkonte mendja, mbas grave të forta fshihen histori të brishta. Eliona Pitarka ka shkruar: O Zot, beso Rozana Radi dhe çdo vajzë tjetër që është duke luftuar me shpirt për atë fëmijë, mbushja krahët të Zot, është lutur ajo. Teksa aktorja Cubi Metka i shkruan: Rozana Radi, ti di të ngrihesh gjithmonë. Duke suportuar, teksa Armald Ohidi ka shkruar: Ju kanë thënë që Rozana Radi është zemër, s'më besuat. Unë se kam bështet kur thjesht që e njoh, po e dija çfarë njeriu mrekullueshëm është dhe sa ke kaluar, kur të gjithë ishin kundër dhe të shanin, unë zgjodha të hesht. Ashtu s'duhet të heshin të gjithë miqt, por i drejti zhytet, por s'mbytet kurrë, dhe jam i lumtur që po njihja Rozin e vërtet. Fituesi Big Brother Jetmir Sale ka shkruar: Sa pas ke patur më Rozana Radi, e fort pas ke qenë. Unë e kam ditë historinë e jetës tënde, por tani kuptoj më shumë rreth teje dhe arsyes pse po lufton me mishin shpirt. Pa fjalë, shkruan ai, teksa Bernardi Big Brother shkruan në mbështetjet e saj: Edhe pse trupi i saj ka përshpëritur jo ende, shumë herë zemra e saj klithi një ditë. Dashuria një nënë ekziston shumë përpara se të përqafohet nga krahët e saj. E rrënjosur me shpresë, forcë dhe ëndrrën se durimi i saj do të lulëzojë një ditë në jetë, ka shkruar Bernardi.